Përshëndetje nga ky episod i 4 i Klas Real Estate. Zona në të cilën ndodhemi sot është një nga më të prekurat nga zhvillimi i industrisë së real estate në Tiranë. Një shprehje famshme thot kur hyn në një dhomë, gjëja e parë që të prezanton është energjia, jo e folura. Dhe unë këtë energji të mirë e kam marrë nga e ftuara e sotme, e cila jam e bindur do të realizoj për ju një intervistë shumë interesante. Me mua sot në Klas Real Estate është Floralba Hysa nga Dual Listing. Floralba, Cindy, shumë faleminderit që je me mua sot. Faleminderit edhe ty për ftesën. Jam shumë e kënaqur. Unë e thash pak më parë, ne jemi në një zonë shumë interesante të Tiranës sot, që realisht ka pësuar një ndryshim të ndjeshëm. Është një zonë periferike, që periferia kohë të fundit ka filluar të përqehet, sidomos në pas pandemisë. Njerëzit kanë kërkuar edhe këtë pjesën e vilave, qetësisë, pak më larg zhurmës së qytetit. Larg ritmit të shpejtë të jetesës, edhe duket sikur nuk jemi më në periferi. Është shumë afër, po edhe është pak larg, është një balancë shumë e mirë të dyjave, e qetësisë dhe afrimitetit. E vërtet. Kështu që është një vilë shumë e bukur, edhe është një ambient shumë luksoz që nuk lë shumë shije në një periferie. Në fakt është vilë që është shumë stil edhe është për një familje shumë të madhe. Shumë të madhe. Tamam, vila është për njerëz që janë shumë persona në familje, po kjo është një vilë që plotson një kapacitet ndryshe nga ato vilat e zakonshme. Shtëpia është bërë një hall në thojnë për gjithë njerëzit sot. Me çmimet, me opsionet, me buxhetet, janë edhe shumë komponente të tjera që janë jo dua këtë rrugën, jo dua orientimin, jo katin, jo dhe çmimin. Për këtë çmim ma gjej kështu. Po, që bën pak ekuacion të vështirë, të pasgjithshëm. Megjithatë, unë kam një përshtypje që ju i zgjidhni këto ekuacionet e vështira. Prandaj jemi dhe të kësaj fushë se pikërisht nga eksperienca. Patjetër. Ti ke dalë nga një eksperiencë si pjesë e një brendi disa vjeçar. Që pa diskutim të ka formuar ty si agjente. Patjetër. Kjo ka qenë në fakt edhe shumë mirënjohëse dhe respektuese ndaj kompanisë ku kemi qenë, sepse na ka dhënë një zhvillim shumë të madh. Kjo është shembull shumë i mirë që nuk parashoj. Se njerëzit kalojnë ato hallkat edhe harrojnë se patjetër. Shiko, është një vend ku ti je formuar dhe patjetër që duhet të jesh mirënjohës, gjithsesi unë mendoj që edhe vitet e eksperiencës kanë të bëjnë që ti do një lirshmëri tjetër. Dhe brendi jon Dual Listing, ky ka qenë dhe gjithë synimi jon që ne ishim cilësi dhe jo më shumë sasi. Shumë e vërtet, edhe në fakt kjo jep një farë sigurie te klientët, sepse mendoj që masivja nuk është ajo që tërheq. Në fakt është ekskluziviteti. Ajo ka qenë edhe synimi jon që ne të kishim pak agent të kualifikuar, që edhe të na përfaqësojnë ashtu siç ne duam. Po, edhe mendoj që fakti që ti ke qenë pjesë e këtij brendit, momenti për të shkëputur, ka qenë si pasojë e një reflektimi të gjatë se çfarë mund të ofrosh ti si agente vet. Patjetër. Dhe jo një moment impulsiviteti. Jo, absolutisht nuk ka qenë procesi ku ke kuptuar që ti edhe partneri jot 360 gradë dhe në jetë Kristi kemi zgjedhur të shkëputen. Kristi është partneri në jetë, në shtëpi, në punë, në shoqëri, 24/7 ne jemi bashkë. Ndonjëherë na thonë njerëzit si ja bëni bashkë, kjo është një gjë që realisht do rezistoj dhe viteve, kur kemi rezistuar kaq shumë bashkë në mendoj, shiko, ideja është që si unë edhe Kristi kemi qenë më shumë të thash edhe duke parë edhe vitet e eksperiencës, mendoj që çdo gjë ka edhe një momentin e vet. Dhe kjo nuk ka qenë absolutisht një impulsivitet i momentit, por ka qenë një gjë e menduar mirë. Pra kishte ardhur momenti që ne të kishim një gjë tonën, ashtu siç ne dhe mendonim dhe idetë tona, domethënë të bëheshin realitet. Do thash, ne kemi qenë për një diçka shumë ekskluzive, shumë elitare, për diçka që na përfaqësoj ne. Dhe ne si çift Dual Listing na prezanton në mënyrën më të mirë të mundshme. Unë jam shumë dakord. Tani erdhëm në këtë ambientin e jashtëm që është shumë i bukur, ka një pamje madhështore, është një qetësi për mendjen edhe për shpirtin. Në të vërtet pjesa e oborrit është liria e pakufizueshme e çdo pjesëtari të familjes, këtu bebat, fëmijët, të moshuarit. Mund të mblidheni për një vakë, për një kafe. Darkat, drekat, sidomos në periudhën e verës janë
mendoj çdo natë bëhen jashtë se sa brenda. E vërtet, kjo gjatë verës pa diskutim, po edhe gjatë dimrit është një mënyrë shumë e mirë për të kaluar kohën edhe me ca gështenja, me një gotë çaj. Nuk e ndjen të ftohtin. Shiko, përveç se nuk ndjen të ftohtin, sepse ne që jetojmë në për apartamente, e ndjejmë shumë këtë kufizimin e fëmijëve, kështu që oborri, pishina, pjesa e kësaj vile, qetësia mbi të gjitha është. Pra ti vjen në shtëpi për të relaksuar, jo për të shqetësuar, pa zhurma, pa... Ashtu është, edhe kjo nuk është e vetmja pronë e këtij standardi që ju keni si agjenci, ju keni shumë prona të ngjashme. Por momenti i shkëputjes, si që thamë, për të nisur diçka tuajën, jam e bindur që ka patur vështirësitë e veta si çdo fillim i ri. Si ka funksionuar ai procesi i të seleksionuarit bashkëpunëtorët, pronat, për të ruajtur atë standardin e lartë që ne e thamë se ju e keni kërkuar dhe ja keni arritur ta siguroni? Shiko, për ne ka qenë të thash edhe vendimi që ne të kishim diçka siç ne donim. Dhe patjetër edhe bashkëpunëtorët që ne kemi me vete janë në të njëjtin standard me atë që ne kemi kërkuar. Jemi një grup agjentësh të cilët janë punëtor, selektiv, transparent, të ndërgjegjshëm për atë që bëjnë, sepse në këtë punë ti po shet një pronë që është emocioni më i madh i një çifti apo familje gjatë gjithë jetës së tij. Dhe mendoj patjetër ishte edhe fillimi shumë i vështirë, sepse ti nga një shkputje ku je mësuar të kesh shumë njerëz afër vetes dhe këtu je vetë ai që ti do t'i afrosh të tjerët rreth teje. Mbi gjitha gjëra që ne na veçon është edhe suporti që ne japim klientit, pra duke filtruar, duke i bërë një analizë pronë, analizë tregu për çdo lloj gjëje, si për kërkesën, si për ofertën që klienti ka. Këtë do të pyesja që Dual Listing duke qenë një agjenci tashmë jo e re. Ja, është një agjenci që është e re në emër, por në vite është e vjetër. E ka krijuar atë legacy-n e vet. Dhe këtë do të pyesja që çfarë e dallon Dual Listing nga këto agjenci real estate që duhet të thënë janë shumë në treg, pa çka se jo të gjithë ofrojnë të njëjtën duhet të thënë standard sigurisë, sepse jo të gjithë kanë këtë prioritetin që keni ju. Po të vish në Dual Listing, që kur Dual Listing të hap dyert, ti arrin ta kuptosh standardin e Dual Listing. Pra, që tek zyra jon. Është vërtet do ta them këtë përshtypjen. Se kam shumë të mirë këtë përshtypje. Ti më thuaj pra pas skenat. Okej. Po, ashtu si që është edhe pjesa e jashtme, është akoma më e mirë dhe pjesa e brendshme. Funksionojmë, të thash, jemi një grup shumë i mirë, një frymë shumë e mirë, pozitive mbi të gjitha dhe e gjithë gjëja funksionon dhe na veçon për shkak të kësaj ndjeshmërisë që ne kemi me klientin. Pra ne po them bëhemi copash në thonjza që të gjejmë atë që realisht klienti ka nevojë. Dhe çdo gjë e jona është deri në detajin e fundit, pra nuk është një shitje e zakonshme që hajde ta mbarojmë se është një klient, patjetër. Është çdo gjë e përzgjedhur, është gjithë përkushtimi, gjithë gjëja shkrihet derisa të shkojë në gjën finale, në blerjen e apartamentit, apo edhe dhënien pratike dhën një klienti një pronë dhe ajo është arritje e madhe. Pra është një emocion, nuk është vetëm punë. Patjetër, është jeta, është përditshmëria. Dhe gjëja që ne na veçon është standardi i artë që ne kemi. Dhe në fakt, kjo ndjehet. Atë që ti ceke pak, unë ndjeva prej takimit parë që ne bëm. Do me thënë, pritshmërit kur ti hy në një agjenci që thua është relativisht në fillimet e saj, pra ti nuk di se çfarë të presësh në sensin e nivelit. Çfarë do të ofrohet. Shumë dakord. Dhe në momentin që hap dyert, Dual Listing del nga çdo pritshmëri që ti mund të kesh për një agjenci të re. Duket si një agjenci e konsoliduar prej vitesh e vitesh. Zyra të reja, moderne, një staf i kualifikuar. Kjo është edhe një ëndër e bërë nga një çift që realisht ka vite që e idealizon në mendjen e vet. Dhe kur çdo gjë bëhet me mund dhe punë, patjetër që rezultati është ajo që edhe ju keni parë. Dhe realisht tash ka qenë një gjë që ne donim ta bënim përtej çdo gjë e zakonshme që është parë. Mbi të gjitha është edhe pjesa që klienti kur vjen të kuptoj që është i vlerësuar. Pra ti ndihesh i vlerësuar kur vjen në Dual Listing. Që nga ambienti që të ofrohet, që dhe agjentët që janë aty janë të lumtur, sepse janë patjetër suporti, shiko, një agjent i suportuar dhe i mbështetur e reflekton. Ju jeni bashkëudhëtarët e tyre.
në këtë Ajo është më rëndësishme dhe një tjetër veçori që ne na dallon, mendoj, nga agjencitë e tjera është pikërisht kjo, sepse ti je një shtys shumë e madhe që agenti edhe të rritet profesionalisht. Pra kanë qenë edhe nga ata njerëz që kanë ardhur nga hiçi, pra si ti unë po të takoj ty sot rastësisht në një gjë komplet tjetër nga real estate, ama shikojmë disa veçori që mendojmë që mund të ecim dhe gjatë rrugës patjetër me shumë trajnime, me shumë praktika. Mbikëqyrjen tuaj si profesionist. Agenti rritet shumë mirë profesionalisht, edhe ne i kemi në një standard që janë tej mesatares. Këtë doja të dija, kjo përzgjedhja e stafit duhet jetë një element shumë i rëndësishëm në suksesin që ka agjencia, kompania, ato janë thelbi, sepse klientët impaktin e parë apo atë përballjen e parë e kanë me agentët tuaj. Ju çfarë kriteresh keni parasysh kur bëni këtë përzgjedhjen e agentëve tuaj, pra që ju përfaqësojnë ju në fund të ditës, sepse dual listing është Floralba dhe Kristi. Patjetër, kriteret që ne kemi bazë, unë mendoj, domethënë janë ndershmëria. Nëse një njeri është i ndershëm, pra ti si klient nuk ke nevojë të dëgjosh diçka që është vila është e bukur, patjetër. Ka diçka negative, a ka diçka, çdo gjë duhet thonë me transparencë. Ndershmëria, t'jetë i drejtë, t'jetë sa më profesional në etikën e tij, deri të thash edhe të preki ndjeshmërinë e klientit, jo të jetë një gjë që hajde ta biznes, pra ti nuk ke një pak standarde, ti punon aq sa do të arrish. Dhe kriteri bazë i një njeriu që vjen të punojë në real estate është që ai do punojë për veten e vet. Ai zbulon gjëra që nuk i ka njohur më përpara te vetja vet. Pikërisht te kjo, sepse ka një motiv për të punuar, sepse dhe paguhet. Agenti jo vetëm që bën biznes të pastër, siç tham. Agenti lidhet me historinë e klientit. Dhe kjo është shumë e rëndësishme që klientët të shihen si njerëz që po kërkojnë pronën e jetës së tyre. Shtëpinë ku do të kalojnë çdo ditë, ku do ndërtojnë familjen. Absolutisht. Edhe në momentin që ti mbaron këtë transakcion ose këtë marrëdhënie, është ai klient që ty të referon dhe aty është suksesi më i madh i një agenti, kur ti e referon tek njerëz të afërm të tu, sepse të ka pëlqyer gjithë puna që ai ka bërë. Pra, a ka një gjë më të madhe, mendoj unë, se sa fëmia edhe familja është shtëpia dhe kur ti ke në dorë një gjë kaq shumë të madhe, duhet punosh shumë fort që çdo gjë të përfaqësoj ashtu si duhet dhe jo, sepse dua ta përmend pak. Është bërë një treg shumë i gjatë që ka pafund agent. Nuk na përfaqësojnë shumica më e madhe. Dhe ndaj e theksoj dhe e them që dual listing është ndryshe. Dual listing këtë pikërisht të ka synuar që unë kur të takoj ose unë kur t'jem tek ti të shërbej ashtu siç ne na ka hije, edhe në një standard që të mos jetë random si të tjerat. Bëre shumë mirë që e theksove, sepse në çdo profesion dhe në çdo fushë po haset ky problemi i të qenit të aftët me të pa aftët bashkë pa dashur të. Po se është bërë çdo gjë marketing sot. Mendojnë sepse në disa viewersa ti mund të përfitosh klient, por në të vërtetë ato që ti përfiton nuk janë klient. Ti e vlerëson pronën në atë mënyrë. Ti nuk e vlerëson. Mendoj që edhe të gjitha këto shifra që mbas të lëvrohen sot në këto rrjetet sociale nuk janë blerës potencial. Pra janë shikues. Pra ajo që do të vi nuk është se është klienti. Kjo është një pikë tjetër që ne na dallon. Marketimi që ne i bëjmë çdo lloj prone. Pra ne mundohemi që marketimi të jetë një standard i tjetër. Dhe është shumë i prekshëm. Pra klienti zëri se ka ardhur dhe e ka parë apartamentin ose vilën kur vjen e shikon. Jo, ta shikoj thjesht disa kënde, ne tregojmë çdo detaj. Mbi gjitha jemi dhe shumë profesional te ajo që shfaqen. Patjetër, sepse është shumë e thjeshtë që sot të manipulosh me anë të këtij marketingut që i është vënë në duar kujtdo. Sot shikon 3 titra apartament në këtë zonë me këtë çmim dhe kur hap hartën, unë vetë kam hasur si problem së fundmi shpesh, nuk ka lidhje zona e shkruar me zonën e realitetit. Kjo është ajo që thash që futet pak te ndershmëria e agentit. Pra ti të jesh i ndershëm me klientin nga fillimi deri në fund. Kjo është këtu, të bën punë, të bën punë. Pra as kohën nuk e ka tepër as agenti, pas klienti. Dhe më mirë të jetë kjo
kështu se sa tjetë një si peshkim që ta sjell unë ta shikoj dhe në rast se nuk do ta pëlqej këtë opsionin, unë do t'i tregoj të tjera. Mendoj që kush është i motivuar për të blerë, ka për të blerë. Kush është i motivuar për të shitur, do shesi. Pikërisht, edhe kush e di se çfarë do të blej, nuk do të ndohet nga një zgjedhje e dytë që ty të erdhi në mendje për të dalë nga një situatë që ke ngritur vetë. E vërtet. Dhe kjo besueshmëria, kjo ndershmëria, unë mendoj që çon në një sukses afatgjat. Suksesi i përkohshëm nuk është i shëndetshëm, sepse është një gjë që si këto gropat që njerëzit i hapin dhe padashi bien vetë. E cekëm pak më parë se për të gdhëndur reputacionin e një kompanie të suksesshme duhet një staf i kualifikuar që jo vetëm realizojnë me mjeshtëri marrëveshjet e shitblerjes, por janë dhe konsulent. Ti në rolin e konsulentes, pa diskutim ke një përshtypje në lidhje me zhvillimin e real estate-it në Tiranë dhe ku pritet të jetë ky zhvillim më së shumti në këto pak vite që mund ta mendojmë. Shiko, kërkesa për periferinë është rritur ndjeshëm, sidomos mbas pandemisë njerëzit kërkonin që të kishin vilat, kishin një liri dhe mendoj që kërkesa vazhdon të jetë ende në rritje për pjesët e rezidencave që janë pak më larg Tiranës, por edhe zona qendrore patjetër që kanë kërkesë. Ata që kanë qenë zona në kërkim janë gjithmonë zona on top edhe do vazhdojnë të jenë. Pra nuk bie madhështia e këtyre zonave të qendrës? Nuk bie, është një kërkesë që është e vazhdueshme. Pra sa do të largohesh nga Tirana, po do dhe të kesh aksesin patjetër. Me këto zonat kryesore ku përqendrohet edhe aktiviteti. Janë zona on top që nuk ju bie vlera ndonjëherë. Tani, në rolin po prap të konsulentit, disa sugjerojnë që klientët duhet të nxitojnë të blejnë, sepse kjo mund të jetë viti i fundit me këtë standard çmimesh që neve sot na duken të larta, por mendohet që mund të jenë edhe më të larta me zhvillimin e Tiranës si qytet, jo vetëm të industrisë. Disa thonë, prisni se këto çmime mund të kenë një rënje. Shiko, që klienti duhet të nxitojë të blejë, sepse asnjëherë nuk ka humbur në blerjen e një prone përveç se ka dalur i fituar, sepse vlera e pronës gjithmonë është në rritje, nuk është në rënje. A do ketë një rënje? Unë nuk mendoj që do ketë rënje çmimesh, mendoj që do ketë një konsistencë dhe tek zona që ka qenë relativisht një rritje e pamerituar, aty do ketë një frenim të rritjes, ndërsa në zona që kanë kërkesë, është i lidhur gjithmonë me kërkesën. Pra, nëse flasim për zonat kryesore të Tiranës, gjithmonë ka kërkesë dhe aty nuk do ketë rënje çmimesh. Por mund të ketë një stopim të vogël, por jo rënje. Kjo është pak po e sigurt. Po, sepse jo vetëm nga vendasit, por Tirana sot është një pikë interesi dhe për të huaj. Edhe për investitorët e huaj, ato do të them, ka një kërkesë në rritje nga investitorë që duan të investojnë në Tiranë dhe pra i shko sa janë këto kërkesa, nuk do ketë një rënje çmimi. Më vjen keq që e them ndoshta për disa e presin, por sinqerisht po ta mendosh në ai shko sa mund të kenë duke kërkuar, se ne kemi klientë aktiv që kanë këtu e 3 vite që kërkojnë. Dhe e kuptojnë shumë mirë se sa është rritur çmimi para 3 vitesh me sot që flasim. Dhe unë të thash, nuk mendoj që do ketë një rënje. Po, sepse kam përshtypjen kjo, siç e thash, ecën paralel me zhvillimin e qytetit, pra sa kohë që Tirana. Edhe investitorët huaj vinë, kërkojnë, investojnë, hapen dhe zgjerohen në qytetin tonë, patjetër që do ketë një rritje. Por sa i takon këtyre rezidencave që ti the, pa çka se është shumë e rëndësishme dhe mbështes këtë që rezidenca duhet të ofrojnë facilitete, sepse duke qenë larg qendrës, sado që ky është një aset shumë i rëndësishëm për privatësinë, për qetësinë, siç e tham, ka dhe disa avantazhe të veta që janë largësia nga marketet, nga parqet, nga qendrat mjekësore, pra është dhe ky disavantazh dhe në momentin që rezidencat i sigurojnë këto. Tani kanë filluar që të gjithë, rezidencat e reja kanë edhe një plan strukturimi për këto njësi shërbimi. Kanë filluar, është pak njësi shërbimi patjetër sepse rezidenca atë ka që të jenë mbase një kafene, një park, por që gjërat më esenciale të nevojshme për një familje. Por nga ana tjetër ka shumë rezidenca vilash dhe unë e kam cekur dhe më parë këtë shqetësim në thonjza
të këtij masiviteti ndërtimi e rezidencash, sepse duket ose të paktën nuk kam përshtypjen që njerëzit, sidomos në Shqipëri, fokusin e kanë tek apartamentet. Pra duket sikur ajo është një mënyrë shumë preferenciale e jetuar. Jo gjithmonë. A mbushen këto rezidenca? Mbushen edhe këto rezidenca po ndërtohen pikërisht në zona ku ka një kufi në ndërtimin e kateve. Pra ndërtohen dhe janë një kërkesë e shtuar, të thash që mbas pandemisë ka pasur një kërkesë që ka qenë në rritje për pjesët e vilave dhe mendoj që është edhe një standard që është rritur në Tiranë, sepse ka njerëz që fundjavën preferojnë të largohen nga zhurma e qytetit. Pra kanë edhe një apartament, por kanë edhe një vilë ku ata shkëputen gjatë fundjavës. Por më tepër që janë dhe këto variantet alternative tani, duplekse, triplekse. Patjetër, dhe një mënyrë tjetër që është një plus i shtuar për blerësin është sepse këto kompani ndërtimi mundsojnë edhe pagesë me këste, pra ti nuk ke atë likuiditetin total që në fillim, por gjatë kohës që kjo vit ndërtohet, pra për një 3 deri në 5 vjeçar që bëhet e gjithë rezidenca, ti bën pagesën me këste edhe të vilës. A është e sigurt? Tani parë edhe siç folëm edhe jashtë kur ishim në këndvështrimin e klientit, gjithmonë që do sigurin. A është e qëndrueshme që të blesh një pronë në një fazë shumë të hershme që siguron një çmim në të mirë, pra të gjithë thonë merre në skic, merre në ndërtim, merre në kantier sepse merr shumë lirë, po shiko, a është e qëndrueshme kjo? Patjetër, raste ka kudo. Si në çdo gjë tonën ka raste negative, ka dhe pozitive, por ne nuk duhet fokusohemi te 2-3 raste negative. Që janë përjashtimore. Po, mendoj pra që ko sa bankat janë suportuese ndaj këtyre rezidencave që ndërtohen dhe janë edhe suportuese për klientin që ata t'i blejnë me kredi dhe pse janë në këtë fazë. Ata shikojnë një vazhdimsi dhe është një gjë e sigurt. Kështu që unë nuk mendoj se ka një rrezik, madje është një fitim i dy fisht i klientit që blen një pronë që nesër do ta ketë, nuk po them me një 20% ose 30% rritje të çmimit patjetër të vlerës së pronës. Dhe është një gjë e sigurt patjetër. I keni realisht suport bankat? Pra, industria juaj, i ka realisht suport bankat? Po, i kemi realisht dhe ne bëjmë një punë dhe jemi u realistë midis klientit dhe blerësit me bankat. Ne jemi edhe si këshilltar ose dhe si pjesë e bankave, sepse të gati e uzojmë në gjithë procesin që ai do ndjeki te banka. Dhe thash, ne jemi një ur komunikimi midis bankës dhe klientit në pothuajse 80% të rasteve. Të paktën në shitjet ose që kam bërë unë personalisht, janë shitje me kredi. Sepse është shumë vështirë që një çift i ri apo një familje e re të ketë likuiditetin për blerë një shtëpi 200.000, 300.000 euro. Patjetër, është e vështirë. Edhe vilat që shkojnë deri në 1 milion, 2 milion edhe më shumë, kështu që... Shiko, janë klient të caktuar për kërkesa të caktuara. Pra, është një mundësi shumë e mirë që financohet dhe në rast ti ke një likuiditet, mund ta përdorësh të blesh 2-3 prona, ndërkohë që përdor edhe kredin, që të shumosh... Që suporton njëra tjetrën. Patjetër, është një formë shumë e mirë investimi dhe blerja me kredi. Pjesa më e madhe po blejnë madje apartamente për t'i dhënë në Airbnb, me qira, me booking, pra... Për Airbnb, për t'i rishitur kur mbarojnë. Nuk e kanë fare nevojshme për jetesë, si kanë biznes të pastër. Prandaj them, është një biznes që ka shumë, është shumë mundësi e mirë. Kullat në Tiranë do vazhdojnë. Do jemi në New Yorku i ri. Shiko, kjo nuk është një pyetje që duhet të na drejtohet ne si individ. Megjithatë mendoj që do ketë, sidomos zona e bulevardit të ri. Çfarë po ndodh në bulevardin e ri? Bulevardi i ri do jetë qendra e re e Tiranës. Do zhvendosen të gjitha institucionet që janë aktualisht, do zhvendosen tek bulevardi i ri dhe do jetë pothuajse të dy anët të ndërtuara vetëm me kulla, pra do jetë një qytet i ri brenda Tiranës. Një zgjatim shumë i rëndësishëm, esencial për funksionimin e qytetit. Dhe mendoj dhe kjo është edhe një thirrje për gjithë ata që na shikojnë që të investojnë pikërisht në këtë zonë sot, sepse mot do kesh problem. Patjetër. Edhe ky zhvillimi nuk pritet të jetë mbas shumë vite. Jo, është një zhvillim shumë i shpejtë. Po tani s'është që kur është përhapur dhe që kur ka filluar të ndërtohet me sot ka një 4 fishim çmimi. Unë dua ta mbyll këtë intervistë me një temë që mund të ftojë agentët e rinj të bëjnë pjesë dual listing. Si është përditshmëria e një agenti, terreni, takimet?
Shiko, networku? Është një punë, si çdo punë, mendoj që ka edhe të mirat edhe ato sfidat e veta. Sfidat e përditshme të një agenti janë ka raste kur ti duhet të kesh një palqizme, të futesh, të çosh një tokë ose shkosh në kantiere ndërtimi, të harxhosh ditën edhe takimet ndonjëherë edhe boshe, por ka të mirat e veta sepse ti krijon një rrjet të gjerë njerëzish, pra ti krijon një sferë influence shumë të madhe. Çfarë do lloj njeriu dhe çfarë do lloj standardi të njeriut në këtë punë që bëjmë ne. Është një punë që në rast se ti e bën këtë punë nuk kthehesh dot më në punë të tjera. Është një lifestyle, ti shikon gjëra të bukura, je gjithkohës në natyrë, je jashtë, nuk je gjithmonë i kufizuar që duhet të punosh në zyrë aty në kompjuter. Dhe thash, kush e bën këtë nuk kthehet më, dhe kjo është edhe një thirrje për gjithë ata agjentë që duan të fillojnë punë, pse jo të fillojnë tek agjencia jonë, tek Dual Listing, sepse Dual Listing është vendi ku ata do zhvillohen, do trajnohen, do kenë edhe një profesion që është në një standard e tham dhe sërtham, por shumë të lartë. Kjo ka të bëjë në fakt ndonjëherë, domethënë të ti njeh çdo lloj njeriu. Edhe unë, sidomos kur kam bërë lindjen e djalit parë, kam histori pafund. Më ka dalë klientja dhe kishte parë tek emri i djalit të shënuar edhe mbi emrin tim dhe më vjen tek dhoma për të më parë dhe u stepa sepse thash, okay, edhe sidomos nuk ishte një klient që unë kisha finalizuar diçka, ishte një klient që unë i kisha shërbyer vetëm. Dhe kjo është edhe ajo që unë them, impakti që ti ke tek një njeri. Dhe mandi i fliste dhe mamit, ke një vajzë të shkëlqyer. Parë një episodin gjashtë. Çiko, unë mendoj që gjëja më e bukur që më ka ndodhur mua në real estate është njohja me Kristin. Unë Kristin e kam njohur pikërisht në këtë punë. Domethënë, unë këtu kam formuar punën, familjen dhe kemi strukturuar edhe Dual Listing, kur realisht Dual Listing është një vend shumë familjar. Jemi, po të vish, ti shikon edhe frymën e një çifti të ri që ka 2 fëmijë, që është edhe... Që njerit e ka këputur kokën 100%. Ajo është pika jote dobët, po ti s'ke partë madhin akoma. Unë nuk ndjerë dobët fëmijën e Firakës, që është një top që kështu, një top si vogën. Faleminderit. Shiko, është të thash gjëja më e bukur që më ka ndodhur në këtë industri, kjo ka qenë. Unë sot në mëngjes të pyeta, do ta marrësh çunin apo s'do ta marrësh, që po ashtu mos hajde fare se nuk e bëjmë fare. Faleminderit për konsideratën tim. Po mendoj të thash, fëmijët janë një bekim dhe gjithë ky bekimi ka ardhur nga kjo dashuria dhe pasioni. Dhe me të njëjtë dashuri dhe pasion reflektojmë edhe tek Dual Listing. Dual Listing është familja dhe nevoja që i duhet çdo njeriu që po kërkon një shtëpi të re. Unë jam shumë dakord me çdo gjë që the, edhe jam shumë e lumtur që më doli fjala. Edhe ky episodi shkoi siç unë e prisja, me shumë energji të mirë. Faleminderit. Edhe falenderoj shumë. Faleminderit ty për ftesën. Edhe unë e shijova shumë. Tani pas këtij video ne do gjejmë shtëpi, do i futemi kërkimeve. Faleminderit shumë. Shumë faleminderit. Së bashku do të shihemi në episodin e radhës të Class Real Estate. Deri atëherë, faleminderit që na keni ndjekur.